doli. Atëherë, pavarësisht se doni që të fitoj, kush mendoni se fiton në 5 bashkit në 9 nëntor? Kjo është pyetja e parë, që është sigurisht në rang kombëtar. Pra, pavarësisht se doni që të fitoj, pra cili është opinioni juaj, kush do t'i fitojë zgjedhjen në 5 bashkit në 9 nëntor? Me i mbash gabimi, këtu është shumë i vogël për shkak se kjo është pyetja që janë përgjigjet 2217. Pra gjithë kampion. Prandaj edhe marshi i gabimit është kaq i vogël. 79.5% mendojnë që do jenë kandidatë socialist, 20.5% kandidatët opozitar. Beko, se me që e ke një të qarkut tonë, të velen. Pra, nuk po ndryshon asgjë nga gjithë sondazhet që janë bërë deri tani për treguar se ku qëndron opozita dhe ku qëndron mazhoranca. Për më tepër që këtu kemi elementin që vim direkt pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, gjithë shqiptarët e kanë marrë vesh, nuk kanë dilema që vendin e drejton Edi Rama dhe Partia Socialiste. Përgjithsisht dhe ata që votojnë në zgjedhjet e pjesshme, kryesisht votojnë dhe të parakoshme, votojnë për atë parti cilën ka pushtetin, sepse e lidhin dhe me çështjet e interesit pragmatist të bashkisë. Pra, do të marri fonde bashkia për të investuar apo jo? Po të kemi një kandidat të një force tjetër politike, i cili është i ndryshëm atë të qeverisë, a është në gjendje ai që të hapi mundësi për bashkinë tonë apo jo? Pra, përgjigjja është jo, sepse në Shqipëri dihet që fondet kryesisht orientohen, flasim për investimet publike, orientohen tek ai që kandidat i cili është më afër qeverisë, ai merr më shumë fonde. Kështu ka qenë praktika. Megjithatë Lami, por duke qenë dhe opozita që është opozita është në ditën e saj më të keqe në historinë e pluralizmit politik. Se këtë do jetoja unë. Se këtë do jetoja unë. Pse për shembull jemi dakord që këto zgjedhje në vetvete nuk kanë ai rëndësie. Po, pra. Apo jo. Pra në vetvete Lami këto janë zgjedhje le ta themi simbolike nga pikpamja. Le ta themi duke përfshirë dhe Tiranën që nuk do mbahen spaku për momentin, mund të ishin edhe një vot proteste. Pra, zakonisht çfarë ndodh për shembull në Britaninë e Madhe, apo çfarë ndodh në zgjedhjet e pjesshme në Amerikë, para zgjedhjeve presidenciale. Zakonisht ndodh ajo që quhet rrokata e pjesshme. Pra, priten zgjedhjet për shembull në nesër Virginia, New Jersey, nesër janë zgjedhje në disa prej shteteve. New York. New Yorku zgjedh kryetarin e ri të bashkisë. Për shembull aty gara është shumë e fortë. Thuhet që ai kandidati që quhet socialist është afruar shumë me kandidatin tradicional Cuomo. Pra le të themi aty ka një debat që reflekton dhe klimën e brendshme brenda vetë Partisë Demokratike Amerikane. Është dhe një debat ideologjik me gjithë. Është debat ideologjik. Këtu mungon, këtu duket se kur politika ka vdekur. Po ajo që më bën mua përshtypje, se kjo Partia Demokratike s'ekziston. Beko. Të flas do unë. Ajo që më reflekton kjo është se kjo është klima e përgjithshme. Pra nuk është klima vetëm majtas djathtas, klima e përgjithshme. Ky është parashikimi që bën